Gati 2 vite pas ndryshimeve që përcaktuan zgjedhjen me konkurs të drejtuesve më të lartë të policisë së shtetit, ligji mund të ndryshojë sërish. Deputeti i Partisë Socialiste Bujar Rexha ka depozituar në kuvent një projekt ligj ku kërkon heqjen e garës për postet drejtuese të uniformave blu, nga zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë, drejtori i departamentit, drejtori i policisë vendore e deri tek shefi i komisariatit. Garë do të ketë vetëm për postin e drejtorit përgjithshëm të policisë, i cili më pas mund të ketë mundësinë të përzgjedhë varësit direkt. Nismën ligjore argumenton me shmangjen e procedurave që i cilëson të zgjatura burokratike, por edhe të kushtueshme pa produktivitet në relacionin shoqërues. Procedura e përzgjedhjes së drejtuesve të strukturave të nivelit të lartë policor është kthyer në pengesë në vetushtrimin e veprimtarisë së tyre. Kanë ulur ndjeshëm reagimin dhe produktivitetin e veprimtarisë, qoftë administrativ, po ashtu edhe ato operativ, për shkak të një procesi konkurrimi të zgjatur në kohë dhe pa produktivitetin në përzgjedhje. Zhvillimi i këtij procesi ka shtuar procedurat burokratike, formale dhe as pak efektive për përzgjedhjen e drejtuesve në pozicione të larta drejtuese, atë të zëvendës drejtorit të përgjithshëm, drejtorit të departamentit, drejtuesit vendor dhe deri te shefi i një komisariati. Ligji aktual përcakton se në momentin që drejtori i përgjithshëm largohet nga detyra pavarësisht arsyes, ai duhet të lërë përfundimisht policinë, pasi nuk mund të marrë një gradë më të ulët. Në projekt ligjin e ri propozohet se kryepolici mund të marrë gradën drejtuesi parë, çka i mundson të vazhdojë karrierën si pjesë e strukturës së policisë së shtetit. Një ish drejtori i përgjithshëm nuk është thjesht një emër, por përfaqëson një investim dekadash të shtetit, me njohuri të larta akademike dhe eksperiencë edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Vlerësimi për krijimin e hapësirave ligjore për vijimin e tij në strukturat policore mundëson që kjo eksperiencë të mos u mbas, por të përdoret në funksione këshillimore, pedagogjike në akademi apo si oficer kontakti. Kjo i përgjigjet nevojës që dia menaxheriale të vijojë të shërbejë institucionit, pa cenuar autoritetin e drejtuesit pasardhës. Ndryshime propozohen edhe për sistemin e gradave në policinë e shtetit që ndër vite shoqëruar me polemika. Në nismën ligjore parashikohet ulja në 4 vite e kohës për kalimin e gradave nga komisar në kryekomisar dhe nga kryekomisar në drejtues. Në shenjë vlerësimi për akte heroike, sakrifica apo rrezikshmëri të lartë të ndërmarrë në shërbim të rendit dhe luftës kundër krimit, kryepolici mund të shpërblej punonjës të caktuar me gradën pasardhëse. Një afat prej 5 vitesh për secilën gradë vlerësohet më shumë si kriter formal dhe i zgjatur, duke krijuar një demotivim te profesionistët që prodhojnë rezultate. Në këtë këndvështrim me synimin për një sistem më fleksibël, vlerësohet ulja e afatit të qëndrimit në këto grada, duke shmangur kohën si element formal dhe zhvendosur fokusin te performanca. Nuk ka sens që një punonjës policie i zoti, i cili jep rezultate në hetimin e krimit apo rendin publik, t'i nënshtrohet një afati kaq të gjatë, ndërkohë që ka nevojë emergjente për të plotësuar vendet vakante në nivelin drejtues. Projekt ligji është depozituar në kuvent më 20 maj dhe pritet të futet në shqyrtim në komisionet parlamentare për të kaluar më pas në seancë për votim.